Ramazani po mbaron. Mirë po gabimet më mëdha që zakonisht njerëzit i bojnë mas këtij muajit është që më njëherë kthehen te zakonet e vjetra edhe shkatrojnë këto zakonet ose shpëritë e mira që i kanë mësuar gjatë këtij muajit Ramazanit. Më njëherë mas baklavës Bajramit nuk do të thonë që duni më kthy me 5 vakte, 6 vakte edhe më kthy regjimit vjetër të ushqimit. Trupi gjatë këtij muajit është mësuar me marrë me më pak vakte, porcionet më të vogla, është mësuar me marrë me ushqime jo të përpunuara, ushqime të mira, edhe nëse ju i ktheni më njëherë, atë filloni me lodhje, me fryrje të barkut, edhe me shtim peshe, e gjithë procesin e prishni. Pra, mos u ktheni me njëherë 5 deri në 6 vakte, filloni me 3 vakte. Vaktet në t'jenë balancune, një që kena folë në për video tjera, pra me proteina, karbohidrate edhe yndyrna. Në mramje, mos e ngarkoni me shujt rond, merrni një shujt solide, po një shujt lehtë cila nuk ju ngarkon, sepse gjatë këtyre kohë trupi nuk është mësuar me marrë racione të mëdha të ushqimit. Vazhdoni me zakonet mira siç është me pi ujë më shumë, me marrë proteina më shumë, me marrë perime më shumë, edhe mos me ngarku trupin me ushqime të përpunuara. Përdorni pra disiplinën e Ramazanit për zakonet më të mira dhe një shëndet më të mirë edhe pas këtij muajit. Edhe si zakonisht për video të radhës na ndiqni për këshilla rreth ushqyerjes edhe stilit të jetës.